Në të gjitha universitetet e vendit, studentët nisën sot vitin e ri akademik 2025-2026. Në Universitetin Luiq Gurakuqi janë ulur për herë të parë në auditore 864 student në 6 fakultete. Ky numër është afërsisht i njëjtë me vitin e shkuar, kur në fazën e parë u regjistruan 898 student. Ka nisur sot viti i ri akademik 2025-2026. Në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi do të ulet për herë të parë 864 student, ndërsa ky numër pritet të rritet me regjistrimet në fazën e dytë dhe në fazën e tretë. Në total në Universitetin e Shkodrës studiojnë rreth 5800 student. Ekonomiku, drejtësia dhe fizioterapia janë degët me të preferuara, ndërsa me pak regjistrime numërojnë shkencat e natyrës, si dhe historia, gjeografia. Ndërkohë këtë vit vijon ende raundi i dytë i regjistrimeve në universitete, i cili ka nisur me 29 shtator dhe do të zgjas deri me 8 tetor në 5 faza 48 orëshe, ndërsa raundi i tretë zhvillohet nga data 13 tetor deri me 24 tetor.